Një tjetër seancë e dhurimit të gjakut është zhvilluar ditën e sotme në ambientet e Departamentit të Infermerisë. Dhurimi i gjakut shkoi në ndihmë të fëmijëve talasemik. E veçanta kësaj seance ishte përfshirja e grupeve studentore të Universitetit Luiq Gurakuqi. Sot po organizohet një seancë dhurimi në ndihmë të pacientëve talasemik. Në vazhdimsinë e programit të dhurimit të gjakut, Kyçiku Shqiptar Dega Shkodër, bashkëpunëtor shumë të ngushtë, jo vetëm sot, por gjithmonë kemi departamentin e rëndëve klinike dhe paraklinike, e njohur më parë si departamenti infirmjeri. E veçantë për këtë vit është edhe prania klubeve studentore, është Mediklub dhe ndihma e parë. Janë pikërisht studentët të cilët vazhdimisht ofrojnë mbështetjen e tyre, qoftë si vullnetar, qoftë edhe si dhurues gjaku. Ne realizojmë vazhdimisht seanca të vogla, kryesisht me grupe të rralla gjaku edhe për Spitalin Rajonal Shkodër. Por dhe organizimet masive siç është ky i sotmi, shkojnë kryesisht për pacientët talasemik, sepse janë grupi më vulnerabël që kemi në Shqipëri lidhur me nevojat për gjak. Studentët thonë se dhurimi i gjakut është një akt human që shërben për të shpëtuar jetë. Nuk është hera parë që dhuroj, është hera 2 që dhuroj dhe realisht është një ndjesi shumë e bukur kur e mendon se do shkojmë për fëmijë talasemik. Për një qenie pra që ka nevojë të vazhdueshme për gjak dhe realisht ne kemi sjell edhe të afërmit tonë për të dhuruar, sepse është një ndjesim shumë e bukur që duhet ta bëjë gjithmonë qytetarët, sidomos qytetarët e Shkodrës. Duke kaluar nga një eksperiencë fillimisht si dhuruese tashti si punë vullnetare, është një akt shumë i bukur, është akt humanitar dhe shpresoj që të vinë vazhdimisht dhuruese të tjerë. Jemi në orët e para të nismës organizimit dhe kemi bagë numër të studentëve. Kemi studentë të vitit të tretë, të vitit të dytë, por edhe të vitit të parë infirmieri që janë bagë të gatshëm për të marrë pjesë në organizime të tilla. Studentët e Departamentit të Infermerisë kanë kthyer në traditë tashmë dhurimin vullnetar të gjakut. Të rinjt janë pjesë e këtyre seancave të dhurimit të gjakut për të ardhur në ndihmë personave që kanë nevojë.